po shkuam në zgjedhje në mars a në prill, si e vlerëson ju personalisht veprimin, a reagimin e qytetarit votues të Kosovës, marrë parasysh me këto që u përball deri më sot një muaj pas zgjedhjeve të fundit me vullnet të manipuluar të votës së tij? Po, kjo është një faktor tepër i rëndësishëm që e përmende, vullneti i manipuluar që duhet me marrë gjithmonë në konsiderat. Një faktor tjetër është që po shkuam në zgjedhje i bie që Vjosa Osmani nuk është zgjedhur presidente. Pra Kosova ka mbetë pa president. Atëherë në këtë rast ne duhet të supozojmë se ajo ka treguar publikisht që nuk do të rritë duar kryq, nuk do të shkputet nga politika, i bie që ajo do të themelojë një parti politike ose do të angazhohet dikun politikisht, pra është faktori i dytë që duhet marrë në konsiderat. Edhe faktori tjetër që duhet marrë në konsiderat është nuk do ta kemi këtë fluksin e diasporës që e patëm me 28 dhjetor. Pra janë tre faktorë që ndikojnë fuqishëm në daljen në vota dhe në rezultatet përfundimtare. Unë personalisht mendoj që në zgjedhjet e ardhshme do të kemi një rezultat më të balancuar, ku askush nuk do të ketë shumicën absolute dhe palët partitë politike do të jenë të detyruara të bashkëpunojnë dhe bashkarisht të krijojnë qeveri, kuvend dhe president. Do të mësojnë nga pësimet e këtyre zgjedhjeve të lavdruara në përgjithësi edhe për procesin e votimit, po edhe për rezultatin, të paktën nga ata që e kanë pëlqyer atë rezultat. Kjo pyetja jote është shumë interesante, shumë e qelluar. Ne nga kaluara kemi pasur që ata nuk po mësojnë. Ndoshta është kjo rasti i fundit që me filluar dhe me mësu nga këto dështime, nga këto probleme që po krijohen. Edhe këtë problemet po krijohen nga mungesa e vullnetit për të bashkëpunuar. Pra këtu është krijuar një hendek i madh mes partive politike, se ka humbur pragmatizmin e tërësi edhe nuk kanë interes fare për bashkëpunim, edhe derisa nuk arrin me kuptu të gjitha partitë politike që duhet të vihet, të gjendet mënyra se si të vihet deri te një bashkëpunim, të krijohet një stabilitet politik, e stabiliteti politik përsëris do të 80 vota në kuvend. Po sa arritëm në këtë situatë, ne Kosova nuk do të ketë ditë të mira përpara. Kosova do të vazhdojë të vuaj, do të humbë miliona nga projektet evropiane, nuk do të ketë dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të konsiderohet partner serioz as për vendet në rajon dhe për asnjë vend tjetër.